E njëjta la pas vetës 3 fëmijë. Po, ka qenë edhe një kujshike me vajzën e vetë dhe ajo është e lëndume. Vajza që e mitur që ka qenë është në shok. Ka temtu me vra, po s'ka mujtë, është lëndu duke ikur shkallë. Familja Nexhmia Haradinit ka hapur dyert sot për ngushëllime. E njëjta mbrëm u privua nga jeta nga i shefi i saj Arsim Murina. Ngjarja ka ndodhur në Stanovc të Vushtres të nënkalimi. E njëjta la pas vetës 3 fëmijë. Familjari i Nexhmia Haradinit tha se dorasi dhe viktima kanë pasur kontakte të mira me njëri tjetrin. Gjithashtu, ai tha se nuk kanë pasur asnjë kontakt me familjen e dorasit deri më tani. Tregona, a ka qenë dikush në ngjarje kur ka ndodhur akti me tashmë të ndjerën? Po, ka qenë edhe një kujshike me vajzën e vetë dhe ajo është e lëndume dhe është edhe shokume. E gjithsesi vajza që e mitur që ka qenë është në shok. A ka pasur ndonjëherë probleme tjera rreth kësaj çështje? Jo, s'ka pas kurrë. Është e lëndume. Ka temtu me vra, po s'ka mujtë, është lëndu duke ikur shkallë të nënkalimi. Po vajza është e lëndume? Vajza jo, ndërsa nana e vajzës po.